U zhvillua në bregun e liçenit të Pogradecit takimi me temë biodiversiteti dhe përditshmëria, ku të rinjtë e qytetit, pjesë e Këshillit Rinor të Pogradecit, janë angazhuar aktivisht për të diskutuar mbi rëndësinë e liçenit Ohrit dhe sfidat që kërcënojnë atë. Liçeni Ohrit, një ndër liçenet më të vjetra dhe më të pasura në botë, i shpallur trashëgimi botëror nga UNESCO, është jo vetëm pasuri natyrore, por edhe pjesë e jetës së përditshme për komunitetin ton. Moderatori i takimit Dr. Dorian Leka theksoi rëndësinë e biodiversitetit, problematikat që kërcënojnë dhe lidhjen e tij të drejtë për drejtë me shëndetin, ekonominë dhe mirëqenien e qytetarëve, duke veçuar të rinjt. Është një projekt i shoqatës Unë Gruaja, e cila i ka akorduar të rinjve të Këshillit Rinor Pogradec një fond të vogël për të zhvilluar një takim, si rasti i takimit të sotëm, që titullohet Biodiversiteti dhe përditshmëria, me qëllim që të rinjt të njihen më nga afër me problematikat e ekosistemit, por kryesisht ato që shkakton dora e njeriut. Kështu që aktiviteti i sotëm nisi me një shëtitje buzbregu të liçenit në pjesën e qytetit në hyrje deri në dalje të saj, duke u finalizuar në një takim në Varka, ku diskutuam problematikat vogla që i shqetësojnë të rinjt, si lidhet shëndeti ekosistemit apo ruajtja e biodiversitetit me përditshmërinë e tyre, që nga aktivitetet sportive për shëndetin e tyre fizik, tek orët mësimore të praktikës nga shkolla, tek aktivitetet që ata bëjnë në bregun e liçenit, te konsumimi i peshkut në tavolinat e tyre, te rëndësia më pas e moratoriumit për peshkimin e dhe gjuetin. Kishte tema të larmishme të trajtuara në këtë takim, ku të rinjt identifikuan se cilat janë probleme që ata do donin të zgjidhnin, dhe këto probleme që ata identifikuan do të ilustrojnë në një poster ndërgjegjësues për publikun. Vlen të thuhet që është bërë një punë shumë e mirë për ruajtjen e biodiversitetit, por kjo nuk do të thotë që nuk duhet jemi të përgjegjshëm dhe të ndërgjegjshëm si banor, si qytetar të këtij vendi, po edhe si turist dhe vizitor të jashtëm, të huaj apo nga qytetet e tjera, për të ruajtur këtë perlë të ekosistemit të liçenit të Ohrit, që është një pjesë vitale e jetës së të gjithëve ne. Nga takimi dolën disa ide konkrete për veprime të përbashkëta nga të rinjt, si fushata ndërgjegjësimi, advokimi për shtimin e koshave të kategorizuar gjatë shëtitores dhe pastrimi periodik i bregut të liçenit për të mbrojtur këtë pasuri të rrallë natyrore. Takimi u zhvillua në kuadër të projektit. Aktorët lokal dhe ndërkufitar punojnë së bashku në mbrojtjen e mjedisit rajonit Prespohor i zbatuar nga shoqata Unë Gruaja në Pogradec. Ky aktivitet dëshmoi edhe një herë se të rinjtë e Pogradecit janë gati të jenë zëri i natyrës, duke kontribuar me ide dhe veprime konkrete për të mbrojtur një prej pasurive më të mëdha natyrore të vendit tonë.